Feja kompleton robit, cilë në ndush, rrafsh, shikaje. Dash nga anë e vatanit. Djemë të cilët jenë rrugë Zotit, dinë Zotit, nuk i ikin për feronit. Kur do që lypet me dha jetë për vatania, pra e kitë parë për vatan. Nëse lyp me rrafshin, respektit familjar, të fillu për prindit, e që sëtë, ku që kështë në për Kosovën tonë dhe ashtë të sajnë Balkan, gjenë më habet e besed, se djelës për nëngojnë, në ka dalë për dorësh, se kanë me të plesht vetë, se kërkos për mdaran, kërkos për dan, kërkos për format. E feja që ka bërë, këtë drejtim, këtë fush. Edhe nëse janë me kryqe, pagane, idhujtare, ateiste, komuniste, aj për ty e babë. Aj për mu, nuk është babë. Unë është asyës du mja pa. Për ty, është babë. Edhe ti, në mbyllë gojen. Zanin nuk i mbirit me shumë se baba. Dhe hinë baba më rana, të që është në kamë. A i nuk e zërë ma në ku, nësi dhe tua me të drejt, a në është ta pa drejt në kohët. Se vesh me pa të fali pengan dhe në kohët. Por pa të drejt, me të drejt nuk e zërë ma në kohë. Kjo din, jo një. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. E falenderojmë Allahun e madhruar gjithë herë dhe çdo herë, sepse ai meriton të falenderohet, ai meriton të lavdërohet, të madhrohet, ai është Zot. Ai është krijues në ina krijesa. Ai është Zot në ina Rabb të tina. Ai është pronar në ina pronë tina. Pronë tina, pasurie tina, se këtë tokë, këta qive dhe gjithë shka ka. E kush është njeriu, kush është dënjaja kretë, krahas me lartë madhërinë Allahu Azza wa Jalla. Elhamdulillah, që ka që shumë begati madhe Zot ka lëshu ndaj neve, apo në ka ndëru me to, që kur në bëri njerës, dhe e begatej Beni Ademin, bejt Ademit, o laqad karramna Beni Adem, e kemi ndëruar shumë bejt Ademit, la ilaha illallah, shumë i kemi ndëruar, dhe që në fillim i madhe Zot, kur i tërgaj u abëri me dije me laqëve të ti. Se unë për du të kryoj diçka në tokë një njeri cili emnin tem po është të madhëran, e quajti khalife. E me laqët fillimisht, sikur se kundrështuan, por pas e Zotit tha, wa alimu ma la ta'lamun, unë e dija të qaj nuk e dini. Dhe pastaj, e tha me laqëve, berin sejdë, kësaj krijese. Që nga ky moment, i madhe Zot u bëri me dije dhe me laqëve të tij. E kush janë me laqët? Ka krijesa më të bekuara se me laqët, megjithatë Allahu a bëri me dije me laqëve se njeriu, kjo krijesë, ka një respekt të veçantë. Kjo është e veçantë kjo krijesë. Është në tokë, jeni të veçanta lartë në qiell. La ilaha illallah. Por ja që njerëzit, pastaj me kalimin e kohës, filluan më revelu ndaj Zotit. Për faktin se Zoti i lat lirë, të bareke wa taala. Por me laqët nuk e lat lira. Me laqët nuk din me bo keq. Nuk e kanë instiktin me bo keq, me menu keq, me vepru keq. Këta e la njeriut. E ky njeri pastaj, herë anën anej, e herë anën këndej. Ose një pjesë anën jam anëndej, një pjesë jam anë këndej. Dhe vazhdojnë njerëzit kështu. Andaj, këtë përdu me thanë se dy sen e para, neve që nga ka drejtu i madhe Zot. Sa shumë nga ka drejtu. Dhe nënën tjetër, pse ata tjertë, nuk nalen me mendo për krijuesin e tyre. Për krijuesin e tyre të kësaj gjithësie. Pse nuk mendojnë? Por shkojnë adhurojnë gurin e drurin. Dhe nga njëre ktheheni mallkojnë me gurë, me drure, me zëtë, me krejtë. Ta në petë kur janë zë ktheheni adhurojnë. As din ka në adhurojnë, as din ka në madhurojnë, as. Top mjegull. Në mjegull, në rësirë, që quan Allah, në rësirë. Rësirë. Neve, Allah i madhëruar, në ndryqaj. Në ndryqaj për në bënë dritë.
Dhe me këtë dritë shohëm rrugën Tariqul Mustaqim. Dhe që e kem pa dhe jem të e pa. Për ata jem xhami, për ata jem taravi, për ata edhe agjërojmë Ramazani. Në thënë të tjerë që ka të dojë. Munden me thanë, edhe janë të thanë, dhe kanë me thanë. Qysh shekullin 20, ma vo, ma heret, ta shekullin 21, ku ka hes shkencë, teknologjia, tjerë, njeri jo hala me marrë me angjelë, me marrë me Koranë, me fe. Thonë, që ata që janë në errësirë, dhe që ata që janë arrevelun dhe e krijuesit vetë, thonë dhe kanë me thanë. Po në fakt ata janë në errësirë, dhe vërtet janë në errësirë. E qka ka lidhje shekullin 20, për shekullit 10 dhe shekullit parë, dhe hala para pejgamberit, edhe hala që më të Musa, e të Ibrahimi, e të Nuhi, dhe të pejgamberit Ibrahim, Adem a.s. Po të Zotit janë krejta njerëz. Po të Zotit janë. Pse qka të dallon ti dhe unë sot prej popujve që kanë jetu në kohën e Nuhit? Qka dalloj? Nëse jemi në shekullin 21, dhe pas ka ecë teknologjia shkenca, qka përdo me thonë me te? Se s'kem nevojë një prefe, përdo me thonë që ato? E qka dallojmë ne në këtë kohë të shkencës, e teknologjisë, qka dallojmë ne pej njerëzve që i quan historia, njerëzve të kohës së gurit, të kohës periudhave të ndryshme deri te fillimi i dynjas. A bën me ditë, o ju njerëz, qka dallojnë për ty në kallëzana? Qka dallojnë? A kanë horë buk ata? Hajmë ne. A në smu ata? Smuhëm ne. A në lodh ata? Lodhëm ne. A kanë fjet ata? Flasim ne. Flajmë edhe ne. A kanë pas ndjenja gëzimi, hidhrimi, knatësia, kanë pas kanat po njëjtë. Qa dallon? Kanë qenë më të fortë, pas kanë qenë më të mëdhej, pas kanë qenë më të fuqishëm, teshet e pas kanë pas pak më ndryshe, kushtet e jetës më ndryshe, tani që të pequn të ndryshima. Për njëre për qaj me të njëjti. Pra, nëse feja, ju pas ka dash njerëzve para 15 shekujve, që se dhe vetë sëtë? Qka ka të bëj kjo me teknologjie, pa teknologjie, ndjenja shpirtërore, nevoja me adhuru Allahun, pa dash me zgjatë. Përderi sa këtë folë Hoxha Ibrahim në pikqyri këta djemë të ri dhe këtë vend për kujtoj këto. Ku ka pas borat më dhej këtë vend, kanë hek njerëzit. Fshatë që meriton me ardhë, me vizitu, për kontributin e madh që kanë dhanë njerëzit, për me kanë të lirë sëtë. A më i lirë pa din, prap nuk je lirë. Na bëjnë halal të gjithë. Ja, lirije pa fe, nuk e lirija. Ajo është rëbri, për rëbri më dërmizuar. Edhe nërhoj që e tha popullit vetë ju jeni të lirë, ju kumpru në liria, kumpru lirin. Liri pat në Shqipëri, apo pat rëbri e sklavri, nuk ka liri pa din. Jo, gabim është koncepti gabuar është ai. Nuk ka liri pa din, dhe nuk ka knatësi pa din. Nuk ka. Din e kompleton insanin. E kompleton njeriu. Andaj, në kujtu madhështinë e kësaj feje. Apo kësaj pjesët e kësaj feje që është Ramazan. Me qenë se veqim në Ramazan dhe cak më herët, nata 4 të zëmramat Ramazanit e tjerit. Ku ka kësa begati, kësa pasënije? Ku ka? Ku ka? Vinë djemë të gjamia, me qenë se që nga shumica të ri, të këthjelt. Vinë edhe ma të këthjelt të këthejhen. Vinë të shëndosh në mendje dhe në zemër, këthejhen edhe ma të shëndosh. Të ushqyër me shpirt në tyne, me ushqim qellor, me Koran, që lexohet në xhami, me prehjen shpirtërore rahmetin e Zotit që zbret Allahu në xhami për hatër kësaj shtëpie e Zotit. Dhe kthehen njerëzit edhe më të qetë. Me xhlesin njëjtë, por shkojnë diku atje tjetër me ude, me bëfaqe zeza, edhe dalin xhenaze. Një tjena, që bën feja?
të shëru dignitetin e individit. E kompleton insanin. E kompleton insanin. Andaj të mendosh se e kem shliru vendin, e s'kem në për fe, është koncept i gabuar 100%. Është më i gabuar se sa me thani kem shliruar vendin, s'kem në për shkollë, ose për shëndetësi. Këtë në konceptet gabuar 100%. Mare fejat kompleton e gëzohë, o i ndërë. Por ti ke nëzanë diqka, ke kuptu diqka, por të ka ikë diqka. Andaj në mërë kuptaneve edhe në ndëgja. S'ka me të ra mirë. Feja kompleton robi. Feja kompleton robi. Cilë në ndush a rafsh shikaje. Dash nga anë e vatanit. Djemë të cilët jenë rrugë të Zotit, dinë Zotit, nuk i ikim për Fronit. Kur do që lypet me dha jetë për vatan e jepë. Kur do që lypet. Pra i kitë parë për vatan. Sepse feja i obligan, i edukan, i mësën. Nëse lypë në rafshën, në respektit familjar, të fillu për prindit, e që sëtë, ku që kështë në për Kosovën tonë, dhe ashtë të sajnë Balkan, gjenë më habet e besed, se djelës për nëngojnë, në ka dalë për i dorësh, se kanë me të plesht vetë, se kërkos për ndaran, kërkos për dan, kërkos për format. E feja që ka bërë, këtë drejtim, këtë fush. Që ka i thëtë e vladit vetë? Që ka i thëtë për prend? La ilaha illallah. O sahib huma fi dënja, marufa. Edhe nëse janë me kryqe, pa kryqe, pagane, idhujtare, ateiste, komuniste, aj për ty e babë. Aj për mu, nuk është babë. Unë është asyës du mja pa. Po për ty, është babë. Edhe ti, e në bëllë gojen. Zanin nuk i mbirit me shumë se baba. Dhe hinë baba më rana, të që është në kamë. A i nuk zërë ma në ku, nësi dhe tua me të drejtë, a në është ta pa drejtë në kohët. Se veshët pa të fali pengan dhe në kohët. Por pa të drejtë, me të drejtë nuk zërë ma në kohë. Edhe kështu më ra, deri të shoqëria, deri të rrutja rendit, deri të siguria, deri të luftimi dukrive negative, edhe kështu më ra. Kjo din, o jo njerëz, kjo din është i madh. E ndryshon njeriu për 180 shkallë, edhe shembuj konkret. Historia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjeni diku mbrana në histori, kush është historian apo kush do ta studojë histori, gjeni në histori, ndonjë periudhë historike prej kohës së Nuhit e deri te ardha e pejgamberit Muhammed. Ku për më pak se 10 vjet Mekë, 13 Mekë, a 10 në dinën e 23, o plotësu feja. Mos plotësimi të fesë, veç 10 vjet, 12, mos e janë 20. Veç dhe qëre ku shke feja, qëre ku dëpërton ku shku muslimat. E mos lasën për gjithë shekulli, pastaj sepse del edhe në Spanë, ka në Evropë, e ta mërë në Afrikë. Sepse i ndryshoj njerëzit, sepse njerëzit ndryshuan, fillon me ndonë ryshe. Ndryshimet ka shpeta, kako nuk bahan, me çfarë dush metode për dërë, çfarë dush psikologji, pedagogjie, pas me din të Zotit. Mbreti Herakli Bizantinëve, ishte përëndëria Bizantine në kulminacionin e sajna dhe pejgamberja dërgoj një letër ati mbretit madh, po në një të edukuar, që është i përket një njeri të madh me dërgu një letër. Sepse rani është me si dhe fjallë të mletë mira, funja për thërët të ndinë ata. Të ndinë për thërët të të me kërësu njeri, po me thjerë, me fjallë buta. E rëndësishme, këmëret, kërë pa letrën pejgamber, pas ka dani pejgamber, po për kujnë pas ato për pejgamber? Për Arabe. Për që ty në Arabe që në Mekë, në da dysh në Arabe, po. A i kishtë ndëgju që ka më dani pejgamber, që ishte për cilë, por thaj kjo mene se më ka shku që të Arab të i del. Po kërë po letrën, unë i pejgamberi Zotit, bëhë musliman, një vezida jetë e koranër, shku të pejgamberi, do fjallë të këte,
Dhe i tha dikuj Paris vetë, këtë be kap ma dikun e para Arapi. Tregti Arab për Mekës në Sham të shku non stop, tregti. Në Sham. Në Gaza, kosët Gaza që të, shku dire Gjako. Ebu Sufjani, i afrin pejgamberit që lën, e ka qenë pasunik i madh, me karavan bashkë, po kryesor i ati par karavani, grupi, biznisave, tregtarve, me deve, edhe kapën e shtarë të kapë, thëjnë kime shku të mreti, në Bejtul Maqdis. Qa ku ba marrë dhe të shkëritën që me shku të mreti, mos ku bërë shërë këtë korgjone, mos të tëtë nuk ka punë shërë, po mretit ka thirë me taku. Me shkurtu dhe, bisedën, edhe mreti shtini palat, e tha atina, cëllë për ju, a i një Arab, po, kajtën ju, të Mekës e një krejta, po, cëllë për juve ka masë të afërmi, që të njeri që për të ndësë o pejgamber, a i tha, në vëllah, të ja, afrau këto, afrau ngatë, ju tjetër në mrapa, parijave të këtanë, tjerë të këtanë, generale, ministra, palati mretit. Thonë, këmë të bëjë dësa pyjtje ty, mos ga bëmë më rajt, mos ga bëmë më rajt, qka të vetë të rëgë drejt? Dhe pe pyjtje që ja banit, ata që pëhinë në ndina, këtë dalin, ata jella se kërës del për dinit, nuk del pra, a pëhinë më dhejt kamandantat e pasunikat e milionerat e kërërt atje, apo pëhinë njerës të thjesht, atyve fëkarati. Vallaj fëkarati, Ebu Sufjani ishte pasunik vetë, ishte kryesori, po kjo ishte armik i pejgamberi. Vallaj fëkarat pëhinë ndinë. Pra, fëkarat pëhinë ndinë. Ata që pëhinë nuk pëdalin, apo vinë të shto numrat të paku, dhe jella veç pështuat. Ty i bënë të paku, heq, edhe do të pëmënuhë me i nalë, s'pa mujna me i nalë. E ta një vete qka ju rdhërën, qka ju ndalën e tjere, edhe në fund të tha, të pyta që shto, më tha që shto, të pyta që shto, më tha që shto, të pyta që shto, më tha që shto. Në koftë që ke full t'i hake vërtet, pasha zotin, a i ka marrë me mbizët ru që të ku e mëne, nën kam të mija. Në koftë që apë thute. Sepse këtu e në ligjet zotit të këtanë pejgamber, kje ku ka feqëllore. E një të e në e koptaj, feqëllore. Daf, desh, fëkare, bakin undë, por me itikat kërë thëjmë pleqë, me vendashmëri, me takvallok, me sinceritet, me iman. Po me kam pas ata kushtet që kemi njësat. Jo përmen shërzimin në të fundit Ramazanit. Po me kam pas ata kushtet që një. Dërsa nëse që ujtë, këtë na vjetë për para me vetik. Gjithë të mira që ne ka dhani malë dhe zëndë. Dhe në Zotit, dhe sanë se kështë në Zotit, hamartë e ti nuk hargjohen, por a i kërkën për neve dhe falenderu për këtë nimet dhe për nimetet e tjera. Elhamdulillah për Zotit, Allah ka lëshua rahmet, këtë Kosovën tonë, për këtë lavushën tonë dhe këtë vendin tonë, elhamdulillah dhe Zotit. Na të ditë elhamdulillah. Elhamdulillah, elhamdulillah, elhamdulillah. Allahu aruj dinën e fërsoft, ja Rabbil Alamin. E shfryzoni vërtet, mundoheni të shfryzoni, me një bashkarisht të shfryzojmë të ditë, e këtu netë, sepse në begati e madhe. E Ramazani shkan, edhe mundi lodhja shkan, për se vapin nuk hupë mbetet. Dhe imagjina këta tjema djetër, bashkë me mu, razi me juve, që kanë agjëru ka 30-50 e gjavët Ramazane. Ata janë harru, i ka harru të Ramazane, por kanë me të zotë ju në që nëllë. Palohen, 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 palohen. Dhe në ruhen. Që kërë dalën para Zotit, i gjojnë në një krejnë. Së ne hupi madhe Zotë, të bara kjo dalë. E jeta po shkanë. Se ata që punojnë për hajrë, se ata që punojnë për shërë, se ata që punojnë marë, se ata që punojnë prapë, djeli po linë, po përëndanë, po vjen e hanja, po vjen e pramtja, po vjen e shtuna, po vjen e djela, po vjen viti i ri, shkaj viti vjetar, edhe shkun vjet, shkun hajt, po shkaj jeta krejt, diç filanit, desin edhe na. Edhe përfëndaj. Pra, me amelet veta, shkaj njeriu. Këmë amelet veta shkaj, por me sfar amele. E kjo është më rëndësi. Jeton kanë me dek, po vëllah, që ashtu është. Vetëm se ta kanë me dek, ka më tanë ka me hinë dhe me amelet vetë. Dhe nuk përfëndon çdo gjë kur des njeriu, por fillon jetën vërtet.
Për ata është një pjesë e vjershës, një gjysmë vjershe e një poeti arab, njerëzit janë fijet, kur vdesin zgjohen. Njerëzit janë fijet, kur vdesin zgjohen. Zgjohen sepse shohin që i ka duk anër më herët. Tash e shohin realitet. E është botë reale. Allah në forcoft, ja Rabbi. Allah në arrujt imanin, e në arrujt dinin, e në shtoft imanin, e në forcoft në din, ja Rabbi l'alemin. Allah në pranoft këtë muaj të bekuar Ramazan. E në mënsoft në qenë për atyne që nëzojnë natën e kadrit. E për atyne që fitojnë fitorët madhe. Edhe në këtë natë kadrit, po edhe në këtë Ramazanin, ja Rabbi l'alemin. Allah në bëhë për atyre që va pranan Ramazanin, va pranan punë të hajët, amelet e mira, va falë gjenahet, ja Rabbi l'alemin. E nejnë Arab të legjë të dëpt. Kem nevoj për mëshirën e Allah. Kem nevoj për faljen të madhe të Zotit. Kem nevoj për maghfiret të madhe të Allah. Të bareke wa ta'ala. Dhe kjo është modesti, e në duhet jenë modest. La ilaha illallah, e modesti më i madh ka qenë pejgamberi i Zotit. Për ata kam përmena për librat hadithit, kër ka shliru Mekën, fitoria më e madhe, shërimi i Mekës, ka hynë të qabja dhe kërit të poshtë. Thjeshtësi, modesti për Allah. Allah është liraj. Allah është solli punët. Na përdori neve për hajë, shqyqër që na përdori për hajë neve, e sa përdori për shërë. Për hajë është liraj. Modesti, pra zëtë, na i në dëvegjët, të thjesht, pe i baltë, pe i loqë, pe i dhejë, pe ku kemi dalë. Qka? I qëni nësani e hunë për pjetë, po qëre zëna filën tane pe kujtë këtë dalë, pe kujtë e kriju. E qapi që hunë për pjetë. Jeni diti lumë të në 7-6 ditira jes, 10 vetë ka përshkanës. Qapi që në hunë për pjetë. S'ki ndorë sen dë njetë zotit një veros i vogël të në gjetë, ta hopo dhe me disa borët, të kërë se pytë për toke, as s'ka spital, as s'ka që i binë fije që një madhi vogël, veç me ditë enën e virusisht ta kanë gjitë. Tani ma që këtë për pjeti mu, se ke po 2 dinarë në gjep, ose 2 ditë shkollë, ose pëshkëllë, krytë të poshtë, se si e kërkushi. Kërkushi dhe në pak si më kërkushi. Bejtë të dekës. Sëtë në kam të levedhshëm, nesër dru bahash, në gort, dhe mene të gjojnë dhe. Bile bëhakia edhe pala, me vë mene e disa dëtë në dhe, nuk s'ka kush që mund të lanë për erës të keqe, edhe të ngrihin në zhakë të gjojnë dhe. Se me të shpidu ma sëri 4 dite, do të me pëshelë hundë, që kush jetë edhe vëne. Qëta jenë edhe? Andaj, modesti dhe theshtësi, Allah është i madh, të bareke wa ta'ala. Allah në mëshiroft, ja Rabbi. Allah në mëshiroft, në forcoft në din, në rujt këtë din. Falemderit shumë. Hoxha Fene, falemderit i ndëruar. Zotë shpëlbeft në vënë hallat që zatën pak, se është koha me falë namaz, e namaz është nuri, është dritë, është qëllë i shpirtit, është begatie madhe, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për këtë namaz taravive ka thonë, men qame lelet, lëmen qame Ramadani, ma në uhtisaben, gufere lehu ma të qaddem min dhembi, a i që i falë taravit, këptim taravive, namazin, namaz natë, i falë në gjinah që ka bo me heret, me të taravini e në falë në gjinahet. Kjo e kompleton hala gjerimin. Sahia gjerim përfëndej me iftara, mo taravit e nëreqin shumë, shumë zbukurojnë në nëreqin, fort të nëreqin agjerimin, fort të nëreqin Ramazanin. Dhe thuj ndryshe, në agjerimi pa taravis se kurse, s'ka këptim. Kjo pak e rane, po që ashtu është thonë. Kusë kanë falë taravit, dikën e përdoda, dikën një akseherës, në amin falë taravis në arke kush, në ka dukë se kurse mësë me agjeru heq. Se kurse me qeni mangë, dhe nuk e kanë keq. Pra, taravia e zbukuron, për po se vapëve të mirave zbukuron Ramazanin. E zbukuron e bërë ma madhështor këtë Ramazan. Allah i ndërur, falemderit, Zotë shpërbje. Selam alikum.